do thot përsa I përket adhurimeve shpesha dhe zgjatjes adhurimit, pejgamberi sa hyri në xhami, një 10 prej ditëve dhe e pa një litar mes dy shtyllave. Edhe pyeti pse është ky litar, kujt është ky litar? I than ky litar është një grua se cila njihet për adhurimin e saj. Namazin, agjerimin, qëllimi është nafile. Atë shumë ban derisa çka ban? Kur lodhet, kapet për litarin. Kapet për litarin dhe qëndron mbi litar, ose kapet për litarin që mos bie. Atë shumë adhuron Allahun. Çka tha pejgamberi? A tha mirë është duke vepruar? Tha ma I bje diçka që nuk është e mirë. Pse se nuk është sipas rrugës time. Nuk është sipas udhëzimit tim. Unë nuk I kam mësuar kështu. Se njeri I ka aftësitë e veta, I ka mundësitë e veta. Jashtë asaj na është problem. Ndoshta një natë ka mundësi, 2, 3, një vit 2, po dikur bie. Se bie imani. Çka tha pejgamberi? Tha aleikum min al-a'mali ma tutiqun. Tha veproni vepra sipas mundësive tuaja ju që mund t'i veproni. Po ato që në vazhdueshme. Se nuk ka shëmpy që unë sot po ngrim namaznate, ama ma nuk më shef. Apo, ose ta natën në tash falin në Ramazan, pasi që është namazi I teravive, ama në sabah nuk vjen. Sabah I tik. E çfarë do bije për shkak se namazi I teravive është sunet. Kurse namazi I sabot është obligim. E nuk mundet me qenë barabartë obligimi edhe një qela është e pëlqyeshme ose është prej sunetit. E tha pejgamberi dini që Allahu nuk lodhet së shpërblyeri derisa ju nuk lodheni së vepruari. Allahu nuk lodhet për me shpërbly. Allahu jep sa dush, ama ti është problemi se lodhesh. E përderisa ti punon edhe angazhohesh, Allahu qep. E ma mirë pak, ama e vazhdueshme, se sa me vepru një gjë e cila është shumë e përkohshme. Kjo nuk është rruga e pejgamberit. Aisha radhiyallahu anha tha që vepra më e dashur te pejgamberi Allahut azza xal ka qenë vepra e vazhdueshme, ajo e cila ka vazhdu. Edhe nëse ka qenë ajo pak, s'ka lidhje, ama ka qenë e vazhdueshme. Më mirë është 2 rekate I fal për çdo natë namaznate, se sa mi fal ka 8 një muj edhe më mos e fal deri Ramazanin që